Kelmendasi rinjokën autoritetin Osman me vështërsi në vitin 1497, megjithatë ky autoritet ka pasur karakter të çrregullt me shtyre, sepse ata nuk e arritën asnjë herë të kontrollonin tërësisht trojat anë të tyre, pasuritë e tyre dhe me veçari të anëve të tyre. Në shkurt të vitit 1638, pushteti Osman dërgoi Buço Pashën me 15.000 ushtarë kundër kelmendasve, por malsore trima i Munëntorçi dhe zonë si plaçk, sasi të madhe të armave dhe të kuajve. Kelmendasit nuk e nënshton asnjëherë dhe kjo u mundsoi për shpërtimin e disa privilegjeve që ishin të shumta, duke garantuar atyre një lloj statusi që mundsonte vetëqeverisjen. Megjithatë, në vitin 1702 u zbatua vendimi i Portës, sipas të cilit 274 familje kelmendase duke të shpërnguleshin dhunësh në peshter të Novi Pazarit. Kelmendasit në peshterën e Rogov nuk e dorëzonin dot kontrollimin e pandërprerë të pushtuesit Osman, e sidomos autoritetit të Pashës nga Peja. Për këtë arsye në vitin 1707, 147 familje kelmendase u rikthyen në malësinë e madhe në Shqipëri, duke marrë me dhunë edhe 2 misionar franciskan. Pas kësaj zhvillimi, Osmanët kundërvepruan duke shkatruar misionin franciskan në peshter. Prandaj, duket ditur se në vitin 1707, 147 familje kelmendase u rikthyen prapë në Shqipërinë e Marsinë e Madhe dhe vazhduan të jetojnë atje sipas kushteve të asaj kohe. Kuptoj. Pra, rikthimi, bëhet fjalë për rikthimin, i cilët pastaj u përshtatën, u detyruan. Megjithatë, ata dy gjëra janë që dallohen. Feja dhe fisi, do me thënë në një farë mënyrë marrëdhënia fisnore që të mban, po edhe feja e krishterë ata i mbajti. Do me thënë janë dy ndikime të forta. Janë dy ndikime të forta, feja katolike dhe fisi shqiptar, të dyat ishin të forta për me mbijetu dhe mbijetuan. Por të kthem kemi pak edhe të arsyeja pse kelmendasit u shpërngulën nga Kosova në Austro-Hungari. Edhe kjo është një histori e dhimbshme dhe jo e vërtetë, të cilët e shfrytëzojnë serbët në librat e tyre, duke dëshmuar se ka qenë dyndja e parë dhe dyndja e dytë e serbëve. Unë nuk dëshiroj të ngrej diskutime në lidhje me ngjarjet e së ashtuquajturës, dundja e parë e serbëve, as dundja e dytë e serbëve, por dëshiroj të kundërshtoj dhe të them, po të hedhi poshtë si të ashtuquajturën dundjen e parë serbe, si të ashtuquajtur dundjen e dytë serbe, sepse mbështetën e dëshmitar dhe fakte historike kam dalë se nuk ka pasur as dyndje e as shpërngulje masive të popullsisë serbe, por ishin shqiptarë ata që përsekutuan u shpërngulën dhunshëm dhe pas çdo disbate të kryengritjes së aleatëve të krishtera. Në vitin 1736, perëndori austriak Karli i VI po përgatitej për luftë kundër osmanëve, kështu që fitoi të gjitha të krishterë në Serbi, në Maqedoni dhe në Shqipëri që të çoheshin në kryengritje, sapo të nisnin operacionet ushtarake. Siç e thash edhe më parë, argjipezhvi i Shkupit Mikael Stuma i nxiti shqiptarët kelmendas të çohen në kryengritje, por lufta dështoi. Dhe pasi lufta dështoi, unë shpërngulën dhe kelmendasit gjithë për tyre 4.000 njerëz dhe me rreth 100.000 copë begati me ushtri austriake u tërhoqën në drejtim të Rudnikut dhe Ligut,
në për rrugë të Këqia dhe malet e larta për të arritur me 11 tetor në Balev. Aty, me saksisht në Klanac, i priti Mehmet Bejo Zvornikut, i cili me 12 tetor të vitit 1737, i plaçkiti qetat me kuaj e qere dhe për të furnizuar trupat luftarake dhe hyri në Balev ku pat masakrimit të tmerrshëm zuri rob rreth 3.000 shqiptar që po u traftun nga Arseni IV Jovanović Shakabenta, patriarki i Sërbëve, dhe ata u masakruan. 1/3 u masakruan, 1/3 u zun rob, 1/3 shqiptarëve kelmendas arritën të dalin në ato ljumit Sava dhe të jetonin në shtetin e Austro-Hungarisë. Në vitin 1737 kjo ndodhi. Jo është për nguljenikët më shumë si dyndja e dytë serbe, për shkak të secilës rreth 3.000 familje shqiptare kaluan në Srem, 300 familje shqiptare kaluan në Srem, ku pas një farë toke morën tokat në teritorin e fshatrave të sotëm Hrtkovci dhe Nikinci. Po të ishte dyndje e dytë të Sërbëve, nuk ka pas nevojë që populli sërb të kalon të shtetin anë, Serbien e të dalë prap me një shtet tjetër të Austro-Hungarisë. Nga Kosova në përtër Serbien me dalë në Austro-Hungari. Ishin sërb, ishin banu në Serbi, por kanë qenë shqiptar ata që u shpërngulën nga Peshteri dhe Rogova dhe shkuan të jetonin në Austro-Hungari, në Srem, në Hrtkovc dhe në Nikinc. Pra serbët nuk e pranojnë këtë histori, e mohojnë. Ja, e mohojnë, sërbë e mohojnë për fat të keq, ata i kanë janë ekspertë të fortë dhe përrere sjellin ujë në mullinin e tyre dhe faktet historike i rrëzojnë, i keq trajtojnë, i keq i shpjegojnë me fakte jo të sakta. Për këtë arsye në shumë vende une për ta përmirësu historinë e popullit tim shqiptar i kom mbledhën dokumentet të sakta nga arkivi i Vatikanit dhe nga arkivi i propagandës në Rom, dhe dokumentet i kom sirë në gjuhën kroate dhe në gjuhën shqipe tash spesial që të tregoj të vërtetën historike. Atëre, ju i referojni arkivave të Vatikanit, ku jeni mundur të futeni? Po, unë i referohem arkivat e Vatikanit, arkivat e propagandës, arkivat e Austrijës në Vjenë, arkivat e luftërake të Austrijës në Vjenë, arkivat ku Habsburgovcit, arkivat ku janë dokumentat e shenume që ku jetojnë, sidomos arkivat e Vatikanit, se çdo i pesh u kanë detyruar atëherë dhe tash, çdo 3 vjet me çu një relacion në Rom, ku e shpjegon gjendjen e diocezës, e shpjegon numrin e besimtarëve, e shpjegon numrin e kishave, e shpjegon numrin e meshtarëve dhe tregon sa besimtar i ka, sa famulje i ka, sa meshtari i ka, sa kisha i ka.